eksakt e lidhur me çfarë u tha tani në fund. Por tema për cilën jemi këtu kryesisht është tema e skanerit. Edhe unë dua ta ripërsëris diçka që e kam thënë shumë kohë më parë dhe që i qëndroj po të njëjtës gjë, që ky është një koncesion më i gabuar i mundshëm që mund të imagjinohet, një koncesion komplet atipik, të cilin ne kemi trashëguar. Nuk e kemi pasur të mundur ta godasim për shkak të faktit që ashtu siç është kopsitur do të na krijonte një kosto shumë të lartë në arbitrazh. Jemi munduar ta vëmë në shfrytëzim dhe të lehtësojmë koston mbi ju dhe kemi bërë një negociat atëherë që kemi ulur nga 35 euro në mos gabohem në 22, po. Nga 45 euro kemi ulur në 22, por gjithsesi mbetet një koncesion i gabuar totalisht, sepse skanimi i kamionëve nuk është nevoja juaj, është nevoja e shtetit. Pra shteti bën skanimin e kamionëve për punën e vet, jo për punën tuaj. Për çështje të sigurisë, për çështje të luftës kundër kontrabandës etj, po kjo është detyra e shtetit, s'është detyra juaj në kuptimin që shteti nuk mund të thotë unë do bëj detyrën time, ti më jep lekët mua që të bëj detyrën time, ndërkohë që shteti i merr ndërkohë parat nga taksat dhe me ato mund të bëj gjërat e vet. Kështu që se diskutojmë për koncesione, po ata të cilët na vën gishtin ne për koncesionet kanë bërë këtë lloj koncesioni absurd, ndërkohë që ne kemi bërë koncesione të cilat i shkojnë në favor qytetarëve. Pra, vërtet kemi bërë një partneritet publik-privat, po themi për sterilizimin e pajisjeve mjekësore. Por nuk ja kemi ngarkuar pacientëve që të paguajnë. Vërtet kemi bërë për analizat laboratorike, por nuk ja kemi ngarkuar pacientëve që të paguajnë. Pra, janë partneritete të cilat japin një shërbim shumë më të mirë dhe në ndërkohë paguhet privati në një afat shumë më të gjatë, në pamundësi që këtë gjë ta bëjë shteti menjëherë. Ndërkohë që këtu jemi përpara një situate që do të zgjasë deri në 2030-ën, e dini shumë mirë afatin. Por ama ajo që ne sot mund të bëjmë, edhe do ta bëjmë, është që duke pas parasysh tani më një kurikulum të kompanive tuaja, duke pas parasysh natyrën e aktiviteteve tuaja, duke pas parasysh kontributet tuaja, jo thjesht në ekonomi në tërësi, por në kontributet tuaja si taksa pagues e të gjitha bashkë, ne do të fillojmë të operojmë jo më në bazë kontrollit 100%, po në bazë kontrollit në bazë risku. Pra, nga 100 dalje nga porti, vetëm në 10 raste do të bëhet skanimi. Është një shifër e arsyeshme si fillim, pastaj mund të shkojmë edhe në më pak dhe të kalojmë në një skemë që tjetë jo transparente, në kuptimin që mos jetë e ndarë me ju, por në një numër më të vogël kontrolesh, por ama kontrollet befasishme që bëhen vetëm për të pa mbi bazë gjithmonë risku ose sinjalizimi nëse ka problema apo jo, sepse e vërteta është që për te i kostos marrëmendse që ka ky lloj koncesioni për gjithë operatorët, ka të mirën, dhe duhet ta themi këtë, që e ka ulur në mënyrë të ndjeshme kontrabandën e tjerë. Kështu që sot faktikisht unë i thash biles fola me drejtorin e doganës dhe i thash ne nuk kemi tani çat shkojmë të flasim, kjo është një gjë për të bërë, ta bëjmë fakt edhe me sa di do firmoset edhe diçka këtu që e bën fakt këtë gjë, edhe nga sot juve
të keni këtë lloj regjimi. Pastaj për pjesën e shoferëve, ky është një problem, ju e dini më mirë se unë, është një problem shumë i madh se sa problemi i Shqipërisë. Ka dhe vende tjera që po e kalojnë këtë hall me gjithë profesionistët dhe edhe me shoferët posaçërisht, sidomos për këtë lloj pune që ka një stres edhe ka një lodhje të veçantë. Pagat ju i keni rritur në mënyrë të ndjeshme, siç e thej, 1.500-2.000 euro. Mbase duhen rrit dhe akoma, nuk e di se s'është kjo, s'më takon mua të them se sa duhen bërë dhe si kanë konkurrentët. Ndërsa përsa i përket shkollës, ne jemi të gatshëm që të ndërtojmë një bashkëpunim me një herë, mund ta ndërtojmë me Ministrinë e Infrastrukturës, mund ta ndërtojmë me portin, bashkëpunim autoriteti portual bashkë me ju dhe me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë si shkollë profesionale, një shkollë që nuk është shkollë tipike në kuptimin që hajde dhe rri 4 vjet aty, po është një lloj shkolle ku merren kurse të caktuara, të cilat ju vlejnë shoferëve tuaj për gjithë ato procese që janë speciale në rastin tuaj dhe nuk është thjesht çështja merr kamionin dhe shko diku tjetër, po duhet njohësh dhe gjithë ato procese që thatë. Kështu që ne këtë e bëjmë pa diskutim, na duhet thjesht që ju t'jeni pak proaktiv në sensin që të bëni një propozim konkret, si e shikoni këtë strukturë, sa njerëz duhen, çfarë mendoni ju se kërkohet nga i pamja e shtetit, dhe pastaj ne do ta marrim, do ta shohim me strukturën e arsimit profesional që kemi në Ministrinë e Ekonomisë bashkë me Ministrën e Sipërmarrjes edhe ta bëjmë, nuk ka problem fare. Shqyqyri nuk është një mbledhje që kemi probleme në kuptimin që s'merremi vesh, kështu që të bëjmë këtë firmosjen edhe ta bëjmë fakt këtë gjë që folëm, është rast konkret për ta bërë fakt. Ndërkohë që ne kemi bërë për të vërtetës, paktën në dijenin time, një masë të madhe lehtësimesh të burokracisë, hyrjeve, daljeve etj. Sot dogana është komplet tjetër nga ç'a ishte, megjithatë, në rast se ka akoma element të natyrës burokratike që ju mendoni se mund të hiqen edhe nuk cënojnë ekuilibrin e detyrave, se ju keni detyrë të dilni shpejt, të shkoni, të shkarkoni, të fitoni, të vini, të ngarkoni, të ikni, të shkarkoni, të fitoni, ne kemi detyrë të urojmë ju, e kupton? Kjo është një çik si më ngatrume kjo detyra jonë. Kështu që t'ju urojmë në të dyja aspektet, t'ju urojmë dhe nga ana e shëndetit të kompanisë, po t'ju urojmë dhe se mos cënoni shëndetin e shtetit. Domethënë janë të dyja bashkë, se shkojmë bashkë. Drejtor, ke ndonjë gjë për t'ju thënë? Faleminderit zoti kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Parafrimi me legjislacionin e BE-s dhe linjëzimi me praktikat më të mira sot në botë, në Evropë, në BE, ka sjellë që së bashku me drejtorin e policisë kemi të akordsuar që të ulim të kryejmë kontrollin fizik nëpërmjet analizës rrezikut, ashtu si zoti kryeministër, nga 100% në 10%. Jemi këtu sot bashkë me drejtorin e policisë për ta nënshkruar këtë marrëveshje. Faleminderit. Edhe diçka tjetër duhet të shtoj që ju e dini, po thjesht për t'ju dhënë një informacion, ne do të ndërtojmë portin e ri që do të jetë ultramodern me të gjithë llojet e elementëve të një porti të standardeve ndërkombëtare që ndërtohet nga e para, se portet nga e para përgjithsisht janë ndërtuar dhe ndërtohen jashtë Europës, në Europë nuk para ka të tillë. Kemi marrë një ekspertizë absolutisht prestigjioze ndërkombëtare. Është bërë procesi i seleksionimit të parë, pra faza e parë është kryer, në dijenin time tani hyet në fazën e dytë për të përzgjedhur përfundimisht fituesin. U bë një rikthim i procesit sepse kërkesat
mbikëqyrësit që kemi Royal Asconic janë shumë strikte dhe u kthye gara. Tani ka prodhuar rezultatin dhe tani është faza ku kompanitë që kanë kaluar fazën e parë do të kryejnë çfarë parashikon gara për fazën e dytë dhe do të dalë edhe fituesi. Në momentin që del fituesi, do bëhet negocimi i kontratës, do lidhet kontrata dhe do fillojë ndërtimi i portit, që do jetë një infrastrukturë krejt tjetër edhe pastaj aty edhe nga një pamja domethënë e teknologjisë do jetë niveli më i lartë i teknologjisë, nuk do t'i lëm asgjë mangut atij porti, sepse do kemi aty sipas gjitha gjasave dhe një komponente ushtarake që do përdoret nga NATO, kështu që besoj që ditët më të mira janë gjitha përpara edhe për sektorin tuaj.